Zoti ka thënë: "Ecni nëpër tokë dhe vështroni bukuritë e krijuesit, mendoni dhe meditoni." Një prej formave të gjetjes dhe njohjes së Zotit është edhe meditimi. Faktikisht njerëzit sot janë ngarkuar. Moderniteti i ka ofruar shumë njerëzve njëri tjetrin. I ka hapur kufit, ose më mirë të themi që i ka rrëzuar kufit, dhe ne na vjen informacioni nga të gjithë anët e botës në një kohë shumë të shkurtër. Shumë gjëra të cilat mund të jenë të favorshme, të dobishme për ne, po mund të jenë edhe të dëmshme. Dhe si pasojë këtyre ngarkesave njeriu ka nevojë që të shkëputet paksa. Shumë njerëz e mendojnë shkëputjen edhe duke u larguar nga intensiteti i aktivitetit njerëzor, nga shoqëria si ku jetojnë, mund të veçohen diku me familjen e tij, me njerëz të afër, me shoqërinë. Ka njerëz që mund të veçohen edhe brenda shtëpisë ke këndi i tij që adhuron Zotin, sepse një thënie e njerëzve të urtë, edukatorëve tonë shpirtëror, thotë që njeriu i mirë është ka i mbajnë, është me njerëzit, por në të njëjtën kohë është edhe me Zotin, sepse ai mediton për Zotin, pavarësisht se me fizikun të mes njerëzve. Në bazë të përshkrimeve kuranore, ajo që i zgjeron zemrat dhe i mënjanon mjegullat e shqetësimit është shëtitja dhe pamja e natyrës, bukuritë e përsosura të gjithësisë së mrekullueshme. I Madhi Zot ka kriju njerëzit social, që të bashkëveprojnë me njëri tjetrin, normalisht edhe të shkëmbejnë edhe eksperienca. Pikërisht për këtë në një varg kuranor Zoti i Madh thotë që ne ju kemi kriju nga një njeri vetëm, pastaj më pas krijuam palën tjetër që është bashkëshortja e tij, dhe prej këtyre dy njerëzve kemi krijuar popull dhe fise. Ky varg kuranor na nxit që të mendojmë që njeriu është interaktiv në jetë. Dhe përderisa është interaktiv, domethënë ai duhet të shkëmbejë edhe eksperienca. Duhet njihet me kultura të ndryshme, duhet njihet me njerëz të ndryshëm që nuk besojnë si ai, që nuk mendojnë si ai, që nuk kanë ato atribute apo nuk kanë ato aftësi si ai. Dhe në këtë mënyrë, duke shkëmbyer këto eksperienca, ai merr më të mirën e mundshme gjatë njohjes me këto kultura, me këto fise, me këto popull të ndryshëm. Dhe në këtë mënyrë ai merr edhe më të mirën dhe është kontribues dhe është si dobishëm për shoqërinë se ku jeton. I Madhi Zot i ka kriju njerëzit dhe ka vendosur në ato shisat. Me anë shisave ne marrim informacionet nga bota jashtë nesh. Dhe në bazë të informacioneve që marrim, ne shijojmë edhe bukuritë e Zotit, bukuritë e krijimit. Kështu thuhet edhe në Kur'an, me i shiju bukuritë e krijimit të Zotit. Dhe duke shiju bukuritë e krijimit të Zotit, ne meditojmë për të Zotin. Pra cili është ai që na ka kriju? Atëherë që këto gjëra që janë krijuar nga Zoti, nga këto të mira që janë krijuar nga Zoti, nuk janë krijuar vetë edhe rastësisht, nga rastësia. Pra ka një krijues. Dhe ky krijues i cili ka vendosur në dispozicion për ne gjithë të mira, gjithë të bukuri, atëherë ai meriton që të falenderohet dhe të adhurohet. Dhe kështu lind dhe nevoja e njeriu që të lidhet me krijuesin dhe ta shmang paksa vëmendjen e tij nga aktiviteti njerëzor, dhe për të veçuar dhe më të kriju një lloj intimiteti dhe biseda private me Zotin, gjithë cilat e ngrenë atë shpirtërisht, moralisht e kontribon domethënë edhe tek sjellja e njeriu dhe tek veprimi që ai kryen në jetën e përditshme. Në çdo udhëtim që njeriu ndërmerr, në besimin islam ka edhe një lutje për këtë, përmes të cilës falenderohet Zoti për gjithçka ka nënshtruar për njerëzit dhe i kërkohet mbrojtjen nga çdo e keqe. Ne për çdo lloj aktiviteti kemi lutje, që në momentin që ne zgjohemi në mëngjes dhe derisa ne mbyllim syt në mbrëmje për të fjetur. Edhe udhimi faktikisht ka një lutje të posaçme nga profeti alayhi salatu sallam, dhe në këtë lutje pejgamberi alayhi salatu sallam dëshiron që ta pajis besimtarin me atë lloj ndjenje që ti drejtohet Zotit, që ty të kam lënë amanet familjen. Dhe unë të kërkoj dhe mbrojtje tënde nga papriturat e udhimit, se çfarë mund të më ngjas mua gjatë udhimit, sepse është enigm, e ardhmja nuk i dihet. Ashtu sikurse Zoti na fton të udhëtojmë nëpër tokë për të parë bukuritë e krijimit e për të nxjerrë mësim, nga ana tjetër na tërheq vëmendjen që të jemi modest, duke na thënë mos ec nëpër tokë me mendje madhësi. Duke filluar që nga njeriu i parë, e derisa të ketë njerëz në tokë që besojnë Zotin, besimi gjithmonë ka kontribuar për të amortizuar apo për të minimizuar veset. Dhe një nga veset të cilat apo smundjet e zemrës, siç i themi në lorin fetar, është dhe mendjemasia. Mendjemasia e bën njeriu arrogant. Mendjemasia e bën njeriu të vetmjaftueshëm, do të harrojë atë që i ka dhënë të gjitha aftësitë për të bërë i suksesshëm në jetë. Pejgamberi alayhis salam na ka këshilluar që ne të kërkojmë mbrojtje të Zotit nga mendjemasia. Në Kur'anin famuljar Lukmani i mëson birit e tij se si të lutet, të largohet nga idhujtaria, të largohet nga veset e liga, dhe
Një nga porositë e fundit që i ka dhënë ka thënë që të mos të heci me mallësi në tokë, sepse ti as nuk e arritur skajet më të largët të qiellit dhe as nuk e ke çarë tokën të hysh në zemër të saj. Që do të thotë, aftësitë tua sado që të jenë, ti nuk del dot jashtë limiteve që të ka vendosur Zoti i Madh. Dhe për këtë arsye, njeriu duke njohur veten, duke njohur aftësitë e tij, duke njohur kufit dhe limitet e tij, ai do të bëhet më modest. Udhëton në këtë gjithësi. Shi dhe vështro me vëmendje precize që të bindesh se atë e krijoi Allahu i madhëruar për ty dhe se pa ekzistencën tënde s'do të kishte pasur hijeshi. Mos rri i mbyllur, i izoluar, por shiko në këtë hapësirë që luan rolin e një libri, i cili qëndron i hapur para teje.